Apeli i posaçëm ka lënë në fuqi vendimin e GKK-o duke lënë në burg Saban Nuzin, i cili u arrestua në muajin shtator për vrasjen e Klevis Lleshit. SPAK zbardhi vrasjen e Klevis Lleshit në shtator të këtij viti, duke çuar në arrestimin e 3 personave dhe shpallje në kërkim të porositësit. Në pranga kanë rënë Saban Nuzi, vrasësi i cili është paguar nga porositësi Aurel Hoxha 50.000 euro për eliminimin e 22 vjeçarit Samet Loka dhe Sajmir Kolaveri, i cili u arrestua në Itali dhe ka patur rolin e ndërmjetësit dhe ndihmësit në vrasje. Saban Nuzi, i akuzuar nga SPAK si vrasës me pagesë, ashtu si familja Lleshi, është nga Burreli dhe mendohet që me Klevisin, të cilin e vrau e Mateja e Groposi, të ketë patur edhe njohje e miqësi. 31 vjeçari Saban Nuzi, sipas njoftimeve të vjetra të policisë, rezulton me precedent penal. Në vitin 2020 u arrestua nga policia e Matit, pasi kishte qelluar me armë në ajër dhe kishte kërcënuar një person. Edhe më herët në vitin 2012, kur ka qenë krejt i ri, vetëm 18 vjeç, është prangosur për plagosjen e 3 personave me pistolet. Aurel Hoxha, i njohur ndryshe me emrin Aurelino Kalaveri, urdhëroi vrasjen e 22 vjeçarit për tu hakmarrë për vrasjen e vëllait të tij në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2012 nga Arben Lleshi, kushëri i ri i 22 vjeçarit. Dy fiset janë përfshirë në një sak hakmarrjesh të nisur në vitin 2012, kur Arben Lleshi vrau Agim Hoxhën, vëllain e Aurel Hoxhës, e më pas ja dogji trupin në makinë. Një vit më pas, më 30 tetor 2013, u vra Xhavit Lleshi, babai i Klevis Lleshit. 3 vite më vonë, më 15 maj 2016, u vra vëllai i tij Hajredin Lleshi. Më pas, në vitin 2020, Fisi Hoxha dyshohet se porositi vrasjen e Klevis Lleshit. Pas vrasjes, trupin e tij e zhdukën në fshatin Shpërdhet të Kurbinit, ndërsa eshtrat u gjetën pas rreth 2 vitesh e gjysmë nga banorët të zonës. Arben Lleshi po vuante dënimin me burg për jetë në burgun e Peqinit, kur në vitin 2023 u vra nga Sokol Mjacaj. Ai i qelloi me armë brenda në qeli dhe dyshohet se vrasja ka qenë vazhde e kësaj hakmarrjeje.